Nëse Gruevski paraqitet në Maqedoni, ai do të dërgohet në burg për të vuajtur dënimin, deklaroi kryeministri Mickovski. Këtë e tha pasi kryeministri i ri i Hungarisë, Peter Maxar, i cili e rrëzoi nga pushteti Viktor Orbanin, dje paralajmëroi hapur se do ta pastrojë shtetin nga, siç tha, kriminalët ndërkombëtar, duke përmendur edhe Nikola Gruevskin, për të cilin tha se do të gjejë mënyrë për ta ekstraduar. Но доколку Никола Груевски се појави во Македонија, тој има правосилна пресуда и тој веднаш од како ќе се појави во Македонија, нормално органите на редот ќе го обезбедат и ќе го упатат на ослужување на затворска казна, која што е согласно правосилна одлука. Ние сме влада за која што сите закони важат и влада која што мора да ги почитува законите и институциите во државата, а нормално секое лице има право да ги користи институциите, да ги користи своите права, да поднесува потоа жалби и така натаму и така натаму. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe e përshëndeti vendimin e Maxar dhe tha se Gruevski duhet të kthehet dhe të jap llogari, duke pyetur nëse Ministria e Drejtësisë ka dorëzuar kërkesë për ekstradimin e tij. Filipçe gjithashtu akuzoi se kredia nga Hungaria dhe marrëveshjet e tjera në fushën e telekomunikacionit dhe energjetikës janë për interesa personale të Mickovskit. Доаѓа време за одговорност. Сите овие договори мора да бидат детално истражени. Граѓаните на Македонија мора да знаат кој точно стои зад медиумите, телекомуникациите, кредитите, инфраструктурата и сите одлуки што се носени во нивно име. СДСМ ќе бара целосна истрага на сите бизнис комбинации меѓу Орбан и Мицко. LSDM po jeton si Liza në botën e çuditërave, pra në vendin e gënjeshtrave dhe konstruksioneve, u përgjigj Mickovski. Marrëveshja për operatorin e tretë mobil është një procedurë publike në të cilën 4IG është paraqitur në thirrjen e hapur të Agjencisë për Komunikime Elektronike, tha ai. Слободно ни може да си бараат, ќе си добијат се што можат институциите да им дадат како параметар. Компанијата 4IG, која што патем речено е партнер со германската Rheinmetall и со SpaceX на Елон Маск, уплати веќе 9 милиони евра и се стекна со правото да биде трет мобилен оператор. Mickovski më në fund sot ja uroi fitoren Maxarit, edhe këtë e bëri gjatë përgjigjeve ndaj pyetjeve të gazetarëve. Ai gjithashtu tha se nuk pret absolutisht ndryshim të marrëdhënieve me Hungarinë.